A e dini se kur bëni një dush të nxehtë, flokët tuaj humbasin ngadalë forcën e tyre? Dëgjojeni me vëmendje dhe kini kujdes. Pëlqejeni dhe shpërndajeni këtë video me atë mikun tuaj që gjithmonë bën një dush të nxehtë. Uji i nxehtë heq stresën natyrale të vajit që i mban flokët tuaj të shëndetshëm dhe të fortë. Pa atë stres, skalpi juaj bëhet i thatë, rrënjët e flokëve tuaj dobësohen dhe fijet tuaja këputen më lehtë. Kjo është arsyeja pse vini re më shumë rënje flokësh pas një dushi të nxehtë. Uji i nxehtë gjithashtu hap kutikulat e flokëve tuaj, të cilat janë shtresat mbrojtëse të jashtme të secilës fije. Kur këto kutikula ngrihen dhe hapen, lagështia del nga brenda boshtit të flokëve tuaj, duke e lënë atë të thatë, të brisht dhe të prirur për t'u këputur. Kjo është veçanërisht e dëmshme nëse keni flokë të lyer ose të përpunuar kimikisht, pasi uji i nxehtë mund të heqë ngjyrën dhe trajtimet në të cilat keni investuar. Skalpi juaj alternon midis të qenit shumë i thatë dhe shumë i ndyrshëm, duke çuar në zbokth, acarim dhe inflamacion. Flokët e rinj dalin më të dobët se më parë. Zgjidhja është e thjeshtë. Kaloni në ujë të vakët ose të ftohtë për rutinën tuaj të larjes së flokëve. Uji i ftohtë i mbyll kutikulat, bllokon lagështinë dhe ruan vajrat mbrojtës natyral të flokëve tuaj. Flokët tuaj do të jenë më të shtrindritshëm dhe më të fortë dhe do të shihni dukshëm më pak flokë në kulluesin tuaj. Komentoni po nëse bëni një dush të nxehtë.